Sa mandate do marrë Lëvi? Për mënyrën se si tranzicioni shqiptar është zvarritur, do duhet që klasa aktuale politike në Shqipëri të ndëshkohet me një plebishit të madh duke e rrëzuar totalisht. Por në kushtet e real politikës, ku njerëzit kanë haue, kërcënohen te puna, kërcënohen me licenca, e merat, korruptohet një pjesë e shoqërisë se blihen votat, sigurisht që procesi bëhet pak më i vështirë dhe kërkon pak më shumë sforco. Jo i pamundur, absolutisht. Ne ndaj themi, si frymë do ta çajmë sistemin dhe do ta çajmë me një numër të konsiderueshëm mandatesh. Ne besojmë fort që momenti është tani, dhe ajo që do të ndodhë në Republikën e Shqipërisë është asnjë prej palëve nuk do ta bëjë dot qeverin. Ne do ta çojmë vendin në zgjedhje të parakohshme për të zhbër parat me të cilat blihen vota, për të çliruar administratën nga kapja që pushteti i ka bërë për ta detyruar për votë, të hequr fuqinë e të fortëve të cilët sot janë të njësuar me pushtet. Mandatet që ne do të marrim do të jenë mandatet që për herë të parë do ta çojnë Republikën e Shqipërisë në zgjedhje të parakohshme për të bërë për herë të parë një palë zgjedhje të lira dhe demokratike. Mandej do të zbatohet vullneti i popullit.